Zgjedhjet e fundit të zhvilluara me sistem të mbyllur, me lista të diktuara nga lart dhe me qëllime të ulta për mbijetesë pasurore, provuan për të disa të herë atë që është ulur këmbë kryq në ndërgjegjen publike. Sali Berisha dhe Edi Rama janë bashk. Prej dekadash ata luajnë rolin e armikut të përvetuar me njëri tjetrin, ndërsa në prapaske ndajnë pasuritë, institucionet dhe drejtësinë. Bashk i kanë mbijetuar çdo reforme, çdo trysnie nga SBA-t dhe çdo skandali që ka tronditur botën, por që nuk ka tronditur as qimet e drejtësisë shqiptare, sepse kanë në dorë gjithçka, edhe votën. Me votën e shqiptarëve kanë vrarë demokracinë dhe kanë vendosur në vend të saj një regjim hibrid, ku votuesi është thjesht një kartë teknike që firmos për të keqen më të vogël, që në fakt është njësoj me të keqen më të madhe. Sali Berisha mund të duket se nuk ka më imunitet, por pasuritë marramendse të fëmijëve të tij janë pasqyrimi i pasurive të klanit të Rama dhe akuzat që i bëhen janë më shumë skenar sigurie politike se sa drejtësi. Për të mbajtur të gjallë shfaqjen dhe për të ruajtur balancën e frikshme të diktatit me rotacion, sot drejtësia shqiptare është një estradë që e drejton vetëm një njeri, Edi Rama, dhe nëse nuk bie Berisha me dënim real, nuk bie dot as Rama, sepse janë si dy duar që lajnë njëra tjetrën. Të gjitha kritikat ndërkombëtare për kapjen e shtetit dhe drejtësisë janë vetëm nota proteste për sytë e publikut, por në thelb, mirëkuptime të heshtura që lejojnë këtë simbiozë të turpshme midis një autokrati të instaluar dhe një autokrati të plakur. Në këtë vend, zgjedhjet janë teatër, drejtësia është skenar, dhe shteti është instrument personal i interesave të dyshes. Berisha Rama janë ndarë në fasad, por janë një në thelb. Edhe kur kritikohen nga ndërkombëtarët, edhe kur bëjnë sikur nuk flasin me njëri tjetrin, ata nuk ekzistojnë dot pa njëri tjetrin. Sa kohë që njëri është në politik, është edhe tjetri. Sa kohë që të dy janë në lojë, në Shqipëri nuk do të ketë kurrë demokraci.